Thot, Assalamu alaikum hoxhi nderuar, wa alaikum salam rahmatullah. Allahu ju begatoft. Në vendet tona ka prej atyre të cilët akuzojnë për moskujdesin ndaj blerjes dhe ngrënies së mishit, se është therrur sipas dispozitave të shariatit apo jo. A bën një sqarim rreth kësaj çështje dhe ngjashëm me mishin e pulës të importuar nga vende si, domethënë vende të krishterëve. A mjafton aprovimi halal, domethënë certifikata halal, në këto produkte t'i konsumojmë ato. Allah ju shpërbleft me të mira. Amin, Allah ju shpërbleft edhe juve dhe ju begatoft. Shikoni, mishi i kafshëve që t'jetë halal duhet të therrët, patjetër. Dhe gjatë therrjes mos përmendet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Nëse kafsha nuk është e therrur, por është e mbytur me ndonjë metodë tjetër, pa i dal gjaku, atëherë ajo nuk është halal. Nëse është therrur dhe është thënë bismillah, domethënë me emrin e Allahut gjatë therrjes, ajo padyshim se është halal. Pra prej kafshëve që janë në esencë halal të konsumohen. Nëse ka harruar njeriu, domethënë të thot bismillah gjatë therrjes, mirë po e ka therrur sipas shariatit, atëherë mendimi më i saktë është se ajo është halal. Përveç nëse njeriu qëllimisht nuk do ta përmend Allahun. Domethënë ajo i bie sigur therrje për ateizëm, wallahu a'lam, ose kur e përmend dikën tjetër, në emër të idhullit ose në emër të kryqit ose në emër të varrit ose kështu me radhë, atëherë ajo bëhet haram. Dhe kjo është kafsha më e papastër dhe më e dëmshme. Mishi i saj është më i dëmshëm. Tani kur flasim për mishin që vjen nga vendet e muslimanëve, në përgjithësi, do të thotë në esencë kur vjen mishi nga muslimanët është halal. Përveç nëse ka ndonjë argument për një mish të veçantë, domethënë që është therrur për dikën tjetër ose në emër të dikujt tjetër ose nuk është therrur, nëse ka argument të veçantë, atëherë ajo bën përjashtim nga rregulla e përgjithshme, që është se mishi që vjen nga vendet e muslimanëve ose nga muslimani, domethënë është në esencë halal. Dhe Allahu nuk na ka obliguar që të hulumtojmë për secilin për secilin gram të mishit. Domethënë në përgjithësi ka rregulla shariati dhe ecim sipas tyre. Pastaj ato që janë të importuara nga vendet jo muslimane, domethënë dihet se Allahu na ka lejuar ushqimin e ehlul kitab. Dhe cili është shkaku që kanë përmendur dietarët pse Allahu i ka dalluar ehlul kitab nga të tjerët. Megjithse ne dim se edhe ehlul kitab janë mushrik. Mirë po, pse dallojnë nga të tjerët? Sepse ata në fenë e tyre gjithashtu e kanë obligim që t'i therrin. Domethënë që duhet patjetër dalë gjaku nga kafsha. Dhe për këtë shkak janë të lejuara. Por nëse te ehlul kitab, domethënë ndodh që dikush therr për dikën tjetër përveç Allahut, ose e ka mbytur kafshën, domethënë pa e therrur, atëherë, si tham, përjashtimi është për atë kafshë, për atë mish. Kurse rregulla e përgjithshme është se lejohet ushqimi që vjen nga ehlul kitab me tekst të Kuranit. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Domethënë ushqimi i atyre të cilëve u është dhënë libri është halal për ju. Dhe Abdullah ibn Abbas ka thënë se ushqimi është për qëllim mishi të cilin e therrin ata. Dhe gjithashtu në hadith, Aisha radhiyallahu anha ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na vjen mish nga ehlul kitab dhe nuk e dim a e kanë përmendur emrin e Allahut ose jo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoni ju bismillah dhe hani. Domethënë kur nuk e dim, pra kur është e përgjithshme. Kurse kjo certifikata halal, nëse janë njerëz të cilët e kanë dhënë certifikatën, janë të besueshëm dhe me të vërtetë e kontrollojnë, e njohin shariatin dhe i friksojnë Allahut edhe i shikojnë zbatimin e rregullave aty, atëherë është, domethënë për t'i besuar dhe për t'u mbështetur. Por nëse janë si janë me keqardhje, domethënë shumë raste, njerëzit e shohin vetëm aspektin komercial ose aspektin e fitimit, edhe vetëm shitjen e certifikatave,
ose duke mos i ditur rregullat e shariatit plotësisht, ose duke mos u kujdesur, atëherë nuk janë ata për t'i besuar. Kështu që Allahu subhanahu wa taala nuk na ka urdhëruar në Kur'an ose nuk është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta ham atë mish i cili e ka vulën halal ose e ka vulën certifikatës halal. Por na ka urdhëruar, na ka treguar rregullat, do të thënë që na ka treguar kafshët që hahen, edhe na ka treguar se si therren ose si gjuhen gjuhë e tij. Dhe nëse është sipas atyre rregullave, është halal, dhe nëse nuk është, atëherë edhe nëse e ka certifikatën, edhe nëse nuk e ka, do të thënë gjykimi nuk e ndryshon, wallahu a'lam. Shpresoj që e thash qartë dhe inshallah nuk e kam shtuar paqartësinë për ju.